Edi Rama zbulon bisedën me Mira Muratin. Rama më tha diçka që ishte e frikshme për inteligjencën artificiale. Kryeministri Edi Rama në takimin për prezantimin e fituesve të Startup dhe Startup Grand 2024 zbuloi edhe një bisedë me Mira Muratin. Biseda me Mira Muratin më tha diçka që ishte e frikshme. Nëse për të kaluar nga iPhone 12 e 13 është dashur një vit, për të kaluar nga një gjë tek një gjë tjetër, inteligjenca artificiale do të duhen një ditë. Çfarë është e re në mëngjes do të bëhet e vjetër në darkë. Deri këtu do të shkojë shpejtësia e transformimit, u shpreh Rama. Kryeministri Edi Rama thotë se parafrimi i legjislacionit të BE-s do të bëhet me inteligjencën artificiale. Gjatë fjalës së tij me fituesit e startupeve, Rama u shpreh se me inteligjencën artificiale do zhvillohen edhe prokurimet publike, teksa shtoi se platforma e Albania do kalojë në një tjetër nivel. Ne kemi në punë modelin e inteligjencës artificiale që bën transformimin e ligjit dhe atyre 250.000 teksteve të BE-s, për të cilat vendet e tjera para nesh kanë punësuar një armat. Vendi ynë e bën brenda pak minutash. Kroacisë vetëm kjo punë i mori 7 vjet. Ne po e bëjmë shumë shpejt. Për 5-6 muaj do e kemi të përfunduar. Po kështu me prokurimet publike jemi duke punuar me Microsoft për prokurime publike pa pjesëmarrjen e njerëzit. Është një projekt shumë ambicioz. Ne po përpiqemi me Microsoft të bëjmë një model që e bën të gjithë. Shpresojmë ta kemi deri në fund të 2026-s. I Albania do kalojë në një tjetër nivel. Ajo diella që del aty dhe flet do e bëj të gjithë shërbimin. Kjo do të realizohet me kërkesë. Do i thuhet diellës dua këtë, të gjithë punën do ta bëj diella. Asistenti virtual, theksoi ai. Rama tregoi disa të dhëna interesante nga një audit për platformën e Albania. Sipas kreut të qeverisë, 620 milionë euro janë kursyer në total nga shërbimet që janë bërë online përmes platformës. Pash një audit, marr një grup ekspertësh që të bënin një audit analitik për çfarë ka ndryshuar platforma e Albania në jetën e shqiptarëve dhe më mbetën në mend 3 të dhëna. E para që nga platforma janë kursyer shqiptarëve 620 milionë euro në total, që për ndryshe do të kishin harxuar për të marrë shërbimet që kanë marrë në këto vite. E dyta janë kursyer 75 milion flet letre, që nuk është pak. E treta, më domethënsja, koha e kursyer 25.000 rrotullime rreth tokës, tha kryeministri.